Në programin e sotme për diskutuar me mua në program të gjitha zhvillimet kryesore dinamike ushtarake sa i përket lindjes mesme dhe një rikthim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën e lindjes mesme janë zoti Lulzim Veliu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Gjermania. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Ndërkohë në studio kam kënaqësinë që të kem profesorin e çështjeve të sigurisë, zotin Xhavit Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Zhvillime dinamike kur bëhet fjalë për lindjen e mesme, sulmet pandalshme nga të dy anët, fatura e cila po paguhet nga aleatët e Shteteve të Bashkuara kur flasim për një lindje të mesme, por edhe një shkatrim masiv në Iran, portet po bombardohen, dronët detar duket se po kryejnë më së miri misionin e tyre të përdorur për herë të parë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë po ndodh? Do të rikthehemi në situatën ku ishim në 28 shkurt të këtij viti? Shko, Salin, ne kemi diskutuar edhe këtu studio që ai memorandumi i mirëkuptimit ishte një memorandum, nuk ishte një marrëveshje përfundimtare dhe ishte një memorandum mbi bazën e cilit do të fillonin bisedimet për ta detajuar. Por çfarë ndodhi? Që në takimin e parë në Gjenevë, ku mori pjesë zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryetari i delegacionit iranian, në atë takim ose në fund të takimit zëvendës presidenti deklaroi që inspektorët e Agjencisë Atomike të Vjenës do të shkojnë për inspektim, pra me idenë që do filloj me njëherë çështja e kontrollit mbi materialin bërthamor dhe për ta ekzaminuar gjendjen. Ndërkohë që në këtë rast me njëherë iranianët reaguan dhe thanë që nuk kemi biseduar gjëra të tilla, fare e mohuan. Dhe kjo duk që të dy palët tashmë kanë një memorandum, po nuk kanë një kuptim të njëjtë për secilën nga pikat e atij memorandumi. Bile Shtetet e Bashkuara mendonin që në bazë këtij memorandumi do fillonte më njëherë puna në nivel operacional, pra do merreshin me programin bërthamor, do të inspektoshin gjendjen në terren edhe do të kryeshin veprime të tjera, bile edhe me materialin bërthamor të pasuruar. Ndërkohë që në konceptin iranian kjo ishte një ky memorandum ishte një kornizë politike për bisedimet për ta detajuar pasaj në marrëveshje. Dhe kështu vazhduan, ndërkohë që për shumë Irani ngulte kam që Shtetet Bashkuara fillimisht duhet që të heqin sanksionet, duhet të zhbllokojnë llogaritë bankare të bllokuara dhe më pas ne të vazhdojmë me çështjen e programit bërthamor. Pra, që në fillim u duk që palët kishin koncepte komplet ndryshme në mënyrën se si do operojë. Për këtë arsye, për njëherë hyrin lojë përsëri negociatorët që ishin në këtë rast nga Islamabadi dhe me mendimin për të sqaruar këto, për të dalë në një që dy palët arrinin në një kuptim. Për çdo pikë e memorandumit kishte një kuptim, mos kishte një kuptim tjetër për amerikanë, një kuptim tjetër për iranianët. Dhe këtu filloi momenti i pushimit, pastaj pauzës që u dha një javë, tha presidenti Trump, i dha një javë kohë që të merreshim me ceremoninë mortore të liderit suprem. Dhe çfarë ndodhet në këtë rast? Ndërkohë që vazhdon ceremonia mortore, u goditën nga garda revolucionare tre tankera të Katarit dhe këtu pasaj presidenti Trump mendon se iranianët nuk e duan vërtet paqen apo ka një përçarje të madhe në udhëheqjen e tyre, duke përfshirë një gardë revolucionare gjithnjë më ekstremiste dhe gjithashtu edhe figura të cilat mund të kenë ende pushtetin për të bërë vendime të tilla të mundshme, të cilat sfidojnë edhe çdo marrëveshje që arrihet. Shko është e besueshme, faktikisht pala iraniane ka deklaruar jo zyrtarisht që ishte një gabim që ndodhi. Ishte një gabim që ndodhi dhe e bën një grupim, siç duket i Gardës Revolucionare, që nuk është dakord me bisedimet. Dhe kjo mund si e mirëqen, po tashmë nuk mund të shkohet tashmë që sa herë ndodh diçka me parësi për një palë që nuk është dakord me palën zyrtare. Tash pala zyrtare ose do dali garant për ato që fliten dhe për marrëveshjen e për memorandim, ose do t'i zgjidhen vetë problemet brenda për brenda. Unë lidh këtë edhe me synimin sepse kjo më pas Shtetet Bashkuara fillon sulmin, ata u kundërpërgjigjen dhe ndërkohë që dulën më njëherë lajmet që kreu i Ayatollahu i ri, domethënë ka kërcënuar që do akmerret. Nuk ka përdorur fjalën, ai nuk ka përdorur fjalën që do pritën këtë. Eliminim, por do akmerrem. A mund të hakmeren edhe? Edhe kjo ngre dyshime, nuk është paraqitur kurrë në publik. Asnjëherë, për kryetarë shtetesh që kanë vepruar.
për të vepruar, shiko, edhe dekapitimi i leadershipit është pjesë e taktikave të luftës, nuk diskutohet, por në këtë rast Irani nuk ka interes në asnjë mënyrë që të arrijë në këtë. Unë në këndvështrimin tim e kam quajtur një deklaratë për konsum të brendshëm. Pra, lideri Ajatollah Uri nuk mori pjesë as në varrim, e para herë nuk ka qenë asnjëherë i shfaqur publikisht, pra nuk ka bërë asnjë shfaqje publike dhe ka komunikuar me ndjekësit me mesazhe. Nga ana tjetër, pra që të le të dyshosh. Nga ana tjetër, ai nuk mori pjesë edhe në ceremoninë e varrimit të Tjatit dhe të njerëzve të Fisit, por janë gjithë elementet të gjithë këto janë elementë që tregojnë që pushteti që ka marrë, autoriteti që i takon bazë atij, pushteti po gryhet. Profesor Çala, një rikthim total në luftë mendoni sipas perspektivës tuaj, sepse nuk mund të konsiderohen ndoshta tensione momentale kur flasim për një Amerikë e cila sulmon prej më shumë se një javësh dhe me një intensitet i cili prek tashmë edhe infrastrukturën e cila është kritike për Teheranin, duke përmendur këtu porte të mëdha. Shiko, unë nuk mendoj që situata do dalë jashtë kontrollit. Nuk mendoj se do dalë jashtë kontrollit. Amerikanët do ta godasin, ata do të përgjigjen, po fuqia goditjes amerikane është shumë e madhe. Ndërkohë reagimi i tyre po vjen duke u zvogluar reagimi iranianëve dhe ata për shembull marrin një rast, goditen me 8 raketa, goditen edhe Jordanin, por të 8 u interceptuan dhe u azizuan. Pra, numri i goditjeve që ata japin me dronën dhe me raketa ka filluar të ulet dhe efektet që janë shumë më të vogla. Kështu që vetë iranianët do kenë interes se mos ecin në këtë rrugë, pra në rrugën e përplasjes. Dhe ata do të kërkojnë që të ulen përsëri në rrugën e bisedimeve dhe kjo është pjesë kryesore që edhe luftë, domethënë përveç luftës, pra synimit amerikan për ta diktuar në tavolinë e bisedimeve, vazhdojnë edhe njëkohësisht edhe negociatat. E qartë. Zoti Veliu, Donald Trump duket më i zemëruar se kur bëhet fjalë për Iranin. Kreu shtëpisë së Bardhë thotë se do të hyjë në zbatim plani i shumë përfolur prej tij, nëse do të ketë dikush që do të marrë tarifa në atë drejt Hormuzit, do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Donald Trump, duke treguar kështu se Hormuzi do të vijë të jetë i hapur pavarësisht Iranit apo jo. Çfarë nuk kupton ky sinjal? Do të ketë aleat perëndimor të cilët do ta pranonin diçka të tillë dhe kush janë sfidat e sigurisë, të cilat i kanosën Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur Hormuzin nga ana e Iranit dhe milicive që ky shtet mbështet? Po në fakt një mbështetje ndërkombëtare Trump e mori edhe në summitin e NATO-s që u bë para pak ditësh në Ankara. Në një farë mënyrë, pra vetë pas gjithë atyre kritikave që presidenti Trump ju drejtua vendeve anëtare të NATO-s për mos përmbushjen e tyre për në buxhetin e mbrojtjes, i shtyri ata që të dalin dhe thonë se të bashkë pra në luftën Irak si të bërthamor Irak dhe humbë bashkuara. Se Trump nuk do të lejoj dhe pjesë që e detyron atë që të vazhdojë me luftime. Dorsa tani ka deklaruar se Hormuzi do të jetë në kontroll në Shtetet e Amerikës, për çka do të ndalë taksa për të gjitha që do të kalojnë pra në ngushtisë, po 20% të tasë transportojnë pra drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila do të ndikohet kryesisht për mbrojtjen dhe vazhdimin e qarkullimit të rregullt morale në kanal. Kemi vetëm një shkputje me zotin Veliu. Profesor Çala. Mirë, do të rregullojmë fillimisht problematikën në zërin e zotit Veliu. Donald Trump, siç po flisi edhe me zotin Veliu, ka treguar qartë se zemërimi i tij ka arritur në një pikë ku tashmë është i gatshëm të zbatojë planet, cilat më herët ishin diskutuar kur bëhej fjalë për këtë luftë. Kreu i shtëpisë së Bardhë ishte tërhequr disa herë nga sulmet ndaj porteve iraniane, infrastrukturës civile, por edhe zotimit të tij për të qenë Amerika e vetmja e cila do të mbledh tarifa nga ajo ngushtica e Hormuzit. A është Trump i detyruar që të thotë se do duhet mbledhim tarifa nga ngushtica e Hormuzit, për aq kosa do të na duhet ta mbrojmë këtë kalim detar, dhe është Trump i vendosur për të qëndruar kundër Iranit në këtë nisëm të tij dhe për ta mbrojtur me çdo kusht këtë ngushticë sipas jush? Ka, fjala e Trumpit apo deklarata e tij për të marrë nën kontroll dhe për ta menaxhuar,
kjo është vetëm marrja në kontroll, por edhe menaxhimi i ngushticës së Hormuzit. Duhet pa në këndvështrimin ushtarak, në këndvështrimin politik dhe në këndvështrimin juridik. Në këndvështrimin ushtarak është një problem i vështirë, po gjithsesi Shtetet Bashkuara të Amerikës me kapacitetet që kanë dhe me dobësimin e vazhdueshëm që i kanë bërë Iranit mund të arrijnë që të garantojnë lirinë e lundrimit dhe do të eskortojnë për një kohë sa tjetë nevojshme të gjithë karvanet e anijeve që do të lëvizin nëpërmjet ngushticën e Hormuzit. Nga ana politike pastaj do ketë reagime që të marrin nën kontroll edhe të kërkojnë tarifa, sepse këtu është gjithë opinioni botror është ngritur kundër tarifave që kërkon të Irani dhe nuk mund të kërkojnë tarifa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtu në bazë të drejtës ndërkombëtare duhet parë me kujdes. E para ajo është një ngushtica e Hormuzit është një ngushticë lirë për lundrim, pra nuk mund të privatizohet në tojza nga askush, është një ngushticë lirë për lundrim, por në bazë të drejtës ndërkombëtare mund të vijnë tarifa për shërbimet që ofrohen. Mund të jenë shërbime për eskortim, pra mund të jenë shërbime të ndryshme që ofrohen dhe këto kanë tarifa, por nuk mund pranohet që të jetë një taksë amerikane. Pra, të Shtetet Bashkuara vendosin taks jo për shërbimet që ofrojnë, po për mbrojtjen që japin. Kjo do haj shumë diskutime pastaj, sepse mund krijohet një koalicion tjetër që ofron këtë shërbim. Pra, Presidenti Trump unë mendoj që e ka bërë... Pra ti mendoj që Trump do të sfidojë ndoshta edhe nga aleatët e tij për këtë vendim? Nuk mendoj, sepse, shiko, do të jetë një angazhim i madh i Amerikës dhe do të përqendrojë shumë forca dhe mjete aty, ndërkohë që Shtetet Bashkuara duan të largojnë një minutë më parë domethënë të largojnë forcën e tepërt, sepse duan të dislokojnë diku tjetër atje ku ata kanë interes në zonën e Indo-Paqësorit. Pra, në këndvështrimin tim mund të jetë edhe një deklaratë nga ato që bën Trumpi për të ushtuar turistime të madhe. Rruga më përshtatshme në këndvështrimin tim, kur nëse do vi puna pasaj, do ta menaxhoj Irani apo Shtetet Bashkuara, gjithmonë është më mirë që edhe do ta menaxhoj Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë garantët e lundrimit kudo në botë, domethënë si do të ditë Amerika në një ngushticë e cila është 164 kilometra e gjatë që të arrinte të vendoste fuqinë e saj për të ndalur Iranin që të sulmonte anije tregtare dhe mbi gjitha pyetja që ngrihet është përse ka interes Amerika të bëjë diçka të tillë përveç se dëmet ekonomik ndaj Iranit, kur në fakt ngushtica e Hormuzit nuk është e përdorur nga amerikanët për tregtinë e tyre dhe flasim për një precedent i cili thotë se interesi kombëtar është i pari. Po, ideja është tashmë që Shtetet Bashkuara marrin përgjegjësinë që u hyn në konflikt dhe u shkaktuan gjithë këto probleme në ekonominë botërore. Dhe ndjen një farë përgjegjësie Shtetet Bashkuara të vetë presidenti Trump dhe ai pranoi përpiqet që të gjejë një zgjidhje dhe një nga këto zgjidhje ai mendon se është edhe kjo. Domethënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të garantojnë lirinë e lundrimit. Pra, të arrijnë ta garantojnë, sepse nëse ata do të largohen, kush do ta bëjë? Do garantojë Irani. Irani pastaj ka deklaruar që ngushtica nuk do kthehet më siç ka qenë në gjendje më përpashme, pra nuk do jetë me lundrim i lirë, por do jetë në bazë të tarifave. E qartë, kthehemi sërish me zotin Veliu. Zoti Veliu, po sqarojnë në fakt rëndësinë e kësaj ngushtice, por gjithashtu edhe ndikimin që mund të kishin aleatët e tjerë. Njëjta pyetje për ju edhe si për zotin Shala. Çfarë interesi ka Amerika që të garantojë një siguri lundrimi në ngushticën e Hormuzit, pavarësisht rëndësisë së saj tregtare, në një kohë kur në fakt Amerika nuk ka benefite nga kjo ngushticë kur bëhet fjalë për aspektin tregtar global, por mbi të gjitha për një administratë e cila thotë se interesi kombëtar qëndron mbi çdo interes dhe duhet jetë Amerika e para dhe duhet shohim pra pikërisht interesin ton. Çfarë vendimi është ky Trump sipas jush? Amerika e para, presidenti Trump e ka thënë qysh në marrën në fillim të mandatit të tij, dhe një gjë në jetim nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, ndërsa sa i përket ngushticës së Hormuzit, unë jam mëse i bindur se është interes amerikan që ajo ngushticë të jetë e lirë edhe për vendet e tjera, se edhe në qoftë se vetë Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndonjë interes apo nuk kanë ndonjë mbarësi nga kalimi i gjithatij malli që kalon në ngushticën e Hormuzit, janë shumë vende aleate, janë të gjitha vendet europiane, të cilat ne e dim shumë mirë se kishin probleme të mëhershme me ndaljen e gazit dhe energjisë, kryesisht që vinte nga Rusia, dhe në qoftë se do mbylli kjo dhe do të ishte e pamundur kalimi i kësaj, do të shkaktonte problematika të mëdha në vendet partnerët e Shtetit Bashkuara të Amerikës, në vendet
anëtare të NATO-s, të cilat janë kryesisht europiane. Pra, është interes i tyre që të vazhdoj që aty të qarkulloj, por edhe të ketë kontrolli Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, e cila edhe kërkon që çdo gjë që do të kaloj aty duhet edhe të paguhet. Pra, do të ketë edhe përfitimet e saj atë drejt për drejta, përfitimet që për to është mëse qartë se Trump nuk ka shkuar për përfitimet të tilla apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po në raste të tilla shfrytëzohen edhe gjëra të tilla në mënyrë që ngushtica të jetë e lirë, të ketë qarkullim, mos ketë ankesa nga vendet aleate. Ne dim shumë mirë se në fillim të marsit, në fund shkurt të fillimit në marsit, çmimi i derivateve në Evropë është rritur për një herë me 30%. Nuk është edhe sot nuk është shumë më mirë. Pra, ne të gjithë e dim sa paguhet çmimi i tyre sot në të gjitha vendet. Dhe nëse një gjë e tillë do të ndodhte që sërish të jetë mbyllur, atëherë do të kishim problematika të mëdha, pasi që kohë më parë është diskutuar edhe kufizimi i shumë fluturimeve. Kufizim fluturime, rritje e çmimeve të ushqimeve drejt paktën 2030, janë të disa prej analizave kryesore. Zoti Veliu, një tërë pyetje për ju. Mendoni se ky është një përshkallëzim i momentit apo një rikthim i Amerikës në luftë kundër Iranit? Jo, unë mendoj se është një rikthim i Shtetet Bashkuara në luftë me Iranin, dhe unë mendoj se tani nuk do të ketë më kthim brapa. Dhe mendoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ta përfundojnë misionin e tyre në mënyrë që Irani një të ardhmë të afërt do të shkojnë në tavolinë dhe do të pranojë të gjitha kërkesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës, pra kur bëhet fjalë për çështjen e pasurimit të uraniumit dhe gjithçka rreth saj, atëherë mund të diskutohet edhe për arritjen e një marrëveshje në mes të ne e pam në të kaluarën. Pra pas bisedimeve që u bën, kishte kontraditore, pra deklarata kontraditore si nga Shtetet Bashkuara ashtu edhe nga Irani. Të gjithë pra e deklaronin atë që ju duhej atyre dhe që ju konvenon në më shumë. Ndërsa pjesën tjetër nuk dëshironin të merrenin me të. Pra, Irani kishte interesin e tij që të lirohen llogaritë bankare, të largohen sanksionet, ndërsa në anën tjetër Shtetet Bashkuara gjithmonë kishin fjalë kryesore pasurimin e uraniumit. E qartë, mirë. Në këtë mënyrë mendoj se ky është pra rikthim në luftë dhe do të vazhdoj deri në arritjen e synimeve të tyre për mbylljen, për përfundimin e kësaj lufte që është duke ndodhur tani në Iran. Do të mbetet për të parë çfarë ndodh me Iranin, ka dinamika të rëndësishme cilët kanë dhënë efektin e tyre edhe në ekonomi me arritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku sot pati një rritje me njëhershme me mbi 3% dhe kalimin në $80 për fuqi. Ne do të kthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar të tjera dinamika të rëndësishme, kur flasim për një Ukrainë e cila duket se po tregohet tashmë e gatshme që të jetë një model për një Europë më të fortë dhe ku Brukseli, padyshim, por edhe aleatet perëndimor do të përfitojnë nga gjitha eksperienca që Kievi ka marrë në luftën kundër Rusisë për gjatë 4 viteve të kësaj betejë, e cila ka qenë më e përgjakshmja që prej luftës së dytë botërore. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës.